Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, vazhdojmë duke frimuar, vazhdojmë duke jetuar në një muaj nga muajt ku është një thesar i mshehur, ashtu si treguam në hutbën e parë, muaji Shaban, ku e përshkruan bashortja e Muhamedit alayhi salatu wassalam, Aisha radhiyallahu anha, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, jashtë muajit të Ramazanit, ndër muajt që më së shumë t'i agjeronte, ishte muaji Shaban, se tha është një thesar që mshihet mes një muajt i cili është muaj El Hurum, nga muajt e shenjtë, muaj Rexheb dhe muaji i Ramazan, muaji i madh i bekuar. Ky muaj i cili është në mes të dive, mirë po është një muaj i veçantë, që në këtë muaj ngritën veprat tek Allahu Azza wa Jall, dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam e shtonte agjerimin dhe thonte uhibbu an turfa amali wa ana saim, dhe thonte une dëshiroj që të agjeroj dhe të ngritën veprat e mia në këtë muaj duke qenë agjerueshëm. Po vëllezër të nderuar, është një hadith që ka saktësuar Sheikhul Albani rahimahullahu taala, ku tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, yuttaliu Allahu ala khalqihi nisfu min ash-shaban fayaghfaru likulli khalqihi illa mushrikin aw mushahin. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam se Allahu Azza wa Jall shikon në muajin Shaban, në mesin e krijesave, dhe nga mëshira e madhe dhe nga kjo specifike e këtij muajit, e sidomos që jemi në mes të muajit, afrimit të mesit të muajit të Shaban, është një specifik që Allahu Azza wa Jall i shikon robrit e tij dhe i fal të gjithë robrit në mesin e muajit Shaban, dhe i veçoi vetëm se di kategori të njerëzive. Tha el mushrik wa mushahin, tha ai i cili është idhujtar dhe ai i cili ka urrëtie apo armiqësi apo smir apo xhelozi ndaj të tjerëve. Dhe në ka kjo nënkuptojmë se Allahu Azza wa Jall e ka mëshirën e madhe dhe rahmetin e madh në këtë muaj, mirë po preashtohen dy persona apo dy grupet njerëzve, njëri nga të është idhujtari. Pse vëllezër të nderuar, se ai i cili bën idhujtari, ai i cili ka në zemrën e tij shirk apo idhujtari, nuk i pranohen atij veprat dhe nuk ngritën veprat tek Allahu Azza wa Jall, për shkak se shirku është një mëkat më i madh në sipërfaqen e tokës, që i bëhet Allahut Azza wa Jall rival, që Allah është furnizues dhe ata fillojnë ta lusin dhe kanë tjetër përpos Allahut, kërkojnë ndihmë nga ndikush tjetër përpos Allahut, që shkon tek varrezat, ndoshta është besimtar, mirë po shkon tek varrezat, apo shkon tek një tylbe, apo shkon tek një teqe, që në tylbe dhe në teqe nuk ka asën tjetër, vetëm se ka njerëzi të cilët janë të vdekur, dhe ata kanë nevojë shumë për ne, që ne të bëjna dua për ata, që Allahu ata të mëshiron dhe t'i falë, për shkak se ata të cilët janë në varr nuk kanë mundësi të bëjnë ibadet, nuk kanë mundësi të bëjnë dua, nuk kanë mundësi që të kërkojnë falje, se është mbyll fletorja e tyre. Mirë po ka nga ignorantat, nga besimtarët, që shkojnë tek tyblet, shkojnë tek teqet, që të kërkojnë nga ata njerëz në thojza e vlija, që ata t'ja hape kismetin, t'ja hape riskun, apo t'i jep ndonjë mirësi nga mirësitë e kësaj dynjoje, apo ta shëron ndonjë nga familjarët, apo ta lut që të mbet shtatzone ndonjë nga gratë e familjarëve. Dhe kjo vëllezër të nderuar është shirku, sepse furnizimi, mirësitë, dhuntit, çdo gjë që përjetojmë, që jetojmë, janë nga krijuesi i gjithësisë, nga Allahu, nga Rabbul Alemini. E thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai i cili e ka mbush zemrën e tij, apo ka në zemrën e tij shirk, bëhet shkak që mos t'i pranohen veprat dhe mos ngritën veprat tek Allahu Azza wa Jall, dhe treguam se veprat ngritën gjatë ditës në namazin e sabatit të ikindijës, pastaj ajo e cila është javor në ditën e hanë dhe në ditën e ejte, dhe ngritën në muajin Shaban,
finalja e ngritët veprat e Allahut në muajin Shaban, e nuk ju ngritën veprat këtyre dy llojve. Njëri nga ata është ai i cili ka rivalitet apo ka shqet në gjoksin e tij, për atë tha Allahu Azza wa Jall, inna Allah la yughfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tha Allahu Azza wa Jall, Allahu nuk e fal asesi rivalin dhe shirkun, e fal mëkatet tjera të cilët janë nën ta, mirë po këta nuk e fal Allahu Azza wa Jall. Nëse besimtari shkon kështu, atëherë nuk ka shpëtim për ta, është një mëkat nga mëkatet e mëdha, derisa i drejtohet dhe Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe i thot, wala in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin. O ti dërguari i Allahut, nëse në zemrën tënde ka diçka nga shirku apo bjen në këtë mëkat nga mëkatet e mëdha, do të jesh i humbur në ditën e Kiametit. Pra është një mëkat nga mëkatet e mëdha që Allahu nuk e mëshiron, nuk e fal dhe nuk ja ngrit veprat tek Allahu Azza wa Jall. Dhe grupi i dytë, kategoria e dytë është ai i cili ka në zemrën e tij urrëtie. Thot Allahu Azza wa Jall, utruka hatta yastaliha, lëri këta, mos ja ngrit veprat këtyre derisa të pajtohen mes vete, derisa ta pastrojnë zemrën e tyre nga urrëtia, derisa ta pastrojnë zemrën e tyre nga armiqësia, derisa ta pastrojnë zemrën e tyre nga smira, derisa ta pastrojnë zemrën e tyre nga hasedi. Allahu Azza wa Jall nuk ja ngrit veprat këtyre njerëzive. Pse vëllezër të nderuar? Sepse tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. O vëllezër, tha, Allahu Azza wa Jall nuk i shikon fizionomin e juaj, e as pasurin e juaj, por Allahu i shikon zemrat e juaj dhe veprat tuaja. Derisa dietarët kanë thonë, pastroje atë organ që shikimi i Allahut është në atë vend, e nëse dëshiron ta dish se ku shikon Allahu, a shikon në pasurinë e njeriut, a shikon në trupin e njeriut, a shikon në fytyrën e njeriut? Jo, Allahu Azza wa Jall i shpërblen dhe i mëshiron dhe i shikon me shikimin e mëshirës ata njerëz që e kanë të pastër zemrën e tyre. Allahu, vendi ku shikon Allahu Azza wa Jall janë zemrat. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, në të vërtetë në trupin e njeriut gjendet një copë mishi. Nëse ajo copa e mishit është e rregulluar dhe është e mirë, atëherë tërë trupi është i rregulluar dhe është i mirë. Nëse prishet ajo copë, atëherë do të prishet tërë trupi. Dhe në fund tha, ala wa hiya al qalb, me të vërtetë ajo është zemra. Pra zemra është shumë e nevojshme që njeriu ta ruan, ta pastron, siç ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziu, di tabore është pastrimi i zemrës. E para është, ka thonë, nga shubuhatët, nga dyshimet. Dyshimet në fe, dyshimet në Kur'an, dyshimet në pejgamber, dyshimet në dispozitat e shariatit, duhet ta pasuron dhe ta pastron zemrën e tij me tauhid dhe ta largon çdo gjë e cila çdo dyshim nga zemra e tij. Dhe e dyta është nga shubuhatët, nga ata të cilat janë epshe, mëkate, që në përmes mëkatet mbulohet zemra dhe pastaj nuk ndikon këshilla, nuk ndikon ibadeti, nuk e ndjen ambëlsin e adhurimit, shkaki i mbulimit nga mëkatet. Aq e rëndësishme kjo zemra. Derisa tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ittaqul hasad fa innal hasad ta'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Tha pastrojeni zemrën nga xhelozia, sepse tha, ai i cili nuk e pastron zemrën e tij nga xhelozia, bëhet shkak xhelozia t'ia han sevapët, t'ia han shpërblimet, ashtu siç i han zjarri drujt, që djegën krejt. Pastroje zemrën tënde nga hasedi,
para se të hish në Ramazan, në muajin Shaban, që të ngritën veprat tek Allahu Azza wa Jall. Pastroj zemrën tënde nga armiqësia, nga urrëtia, nga mosmarrveshjet me njerëzive, fale. A kena dëshirë që të na falë Allahu Azza wa Jall? A kena dëshirë të na mëshiron Allahu Azza wa Jall? Atëherë pse ti nuk fal? Te i ngrit dur tek Allahu Azza wa Jall, thua o Zot, më fal. O Zot, më mëshiro. O Zot, futëm në rahmetin tënd. Mirë po, ti ende ki prangos shumë njerëzi në zemrën tënde dhe nuk i liron ato nga zemra jote. Ti nuk ja u fal atyre. Ti nuk i mëshiron ata. Irhamu men fil ardi, yarhamukum men fis sama. Mëshirojni krijesat në tokë, nëse dëshironi që Allahu, ai i cili është në qiell, t'ju mëshiron juve. Ta zbret mëshirën dhe rahmetin mbi ju. Pse vëllezër të nderuar, ta pastrojna zemrën tonë nga hasedi, ta pastrojna zemrën tonë nga smira, nga xhelozia, nga veprat e këqija, pse që të futemi në muajin e Ramazanit me zemër të pastër, me zemër të shëndosh, atëherë keme ndi ëmbëlsinë e imanit, keme ndi ëmbëlsinë e adhurimit, keme ndi ëmbëlsinë e agjerimit, keme ndi ëmbëlsinë e Kur'anit, librit të Allahut. Shpesh herë bëhet shkak që ne mezi po lexojmë Kur'an, mezi që i lexojmë disa faqe, 2-3 faqe, 4 faqe, ndoshta edhe 10 faqe lodhemi shumë. Pse? Sepse zemrat tona nuk i kemi të pastruar atë sa duhet. Për ata tha Uthmani radiallahu anhu, lau tahurat qulubuna ma shabihat min kalami rabbina, sikur t'ishin pastru zemrat tona, nuk do t'ishin ngop zemrat tona nga leximi i librit Allahut. E ti vendose prej këtë vit, mundohu që ta pastrojsh zemrën tënde nga çdo dyshim, nga çdo konje, nga çdo mëkat, e sidomos nga smira, e nga urrëtia, e nga armiqësia në mesin e njerëzve, falja, ki me pa se në Ramazan do ta shohësh ëmbëlsinë e imanit se Allahu ka me të falë. Ti do t'i falish, Allahu ti ka me të falë. Ti do t'i mëshirojsh tjerët, Allahu ka me të mëshiru ti, edhe pse ata ndoshta nuk e meritojnë me i falë. Edhe pse ndoshta ata nuk e meritojnë me i mëshiru. Mirë po kur e din se Allahu Azza wa Jall, ai që i falë, Allahu e falë, ai që i mëshiron, Allahu e mëshiron, ai që a ban halal, Allahu e largon dhe nuk e shikon me syrin e drejtësisë, po e shikon me syrin e mëshirës. Se shpesh herë nga gjunohat tona që i kemi, nëse Allahu Azza wa Jall na ki shiku drejt dhe me na gjiku drejt, ndoshta do t'ishmi dënu në zjarrin e xhehenemit. Mirë po Allahu Azza wa Jall na shikon me syrin e mëshirës dhe na mëshiron. Për ata nga mëshira e madhe Allahu Azza wa Jall, thot nga 100 mëshira që i ka, një mëshirë e ka zbrit në tokë, mëshirohen njerëzit, mëshirohen kafshët, mëshirohet çdo gjë kur e shikon, ka një farë mëshire në zemër, atë një nga mëshirat që e ka shpërnda dhe e ka zbrit Allahu Azza wa Jall në tokë, kurse 99 mëshira tjera i kalon Allahu Azza wa Jall në ditën e ahiretit për t'i mëshiru dhe për t'i fal dhe për t'i fut në xhenetin Allahu Azza wa Jall. Fal që të falësh, mëshiro që të mëshirohesh nga Allahu Azza wa Jall, sepse Allahu Azza wa Jall tha: "Yawmun la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Atë dita është që nuk do t'i bën dobi malli, pasuria e as e vladi, illa men ata Allah bi qalbin salim, por po se ai njeri i cili vjen me zemër të pastër. Ai që vjen me zemër të pastër, Allahu Azza wa Jall për shkak pastërsisë të zemrës së tij do ta mëshiron, do ta fal dhe do ta fut në xhenetin e tij. Dhe në fund që mos ta zgjas, një sahabi hin në xhami duke qenë i lagur nga abdesi, dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam po i thot që ky person që do të hin tash në xhami është nga banorët e xhenetit. E shikojnë sahabët, nuk ishte një sahabi i dalluar në mesin e sahabëve. Përsëri pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë tjetër tha:
ky person që do të hinë tash është xhenetli. 3 herë e përgëzoi pejgamberi alayhi salatu vesselam. Dhe Abdullah ibn Omeri e shoqëroi këtë njeri dhe bujti një njatë në shtëpinë e tij për ta parë se pse pejgamberi Allahut e veçoi në mesin e sahabëve dhe i tregoi se 3 herë vërtetoi se ky njeri do të jetë nga banorët e xhenetit apo është banor i xhenetit me garancion prej këtë dunjë. Tha shikova, nuk ishte që falte shumë namaznate, nuk ishte që agjeronte shumë, nuk ishte prej atyre që bënte shumë ibadet. E pita, thash, o njeri, nuk po dallohesh diçka ti në mesin ton. Pse pejgamberi alayhi salatu vesselam 3 herë po e vërteton se ti je xhenetli? Tha, o vllai nderuar, tha, unë para se më ra me flet, çdo njoni më ka bë padrejtësi, apo s'm ka bë padrejtësi, apo ka gabu ndaj mu, apo s'ka gabu ndaj mu, para se të bi me flet e pastroj zemrën teme, ja bëj halal krejt njerëzive dhe bi me flet me zemër të pastër. E tha, me ketë na peske kalu. Kjo ndoshta është shumë e thjesht, me thonën pastroj zemrën, u kri puna e xhenetli. Mirë po, kur të kthehemi të analizojmë, kemi shumë probleme për ta pastruar këtë zemër, nga shumë smundje të ndryshme të zemrës. Për ata, me këtë dhe po e përfundoj, Shekul Islam Ibn Tejmia, një dietar i madh, ju drejtu të studentit e tij, i cili ishte Ibn Qayyim el-Jauziu, e tha një këshill nga këshillat t'ia dha, tha, ij'al qalbaka, bane zemrën tënde ka zujajë, bane zemrën tënde që t'jetë sikur qelçi, sikur xhami, kur bjen shi, apo ka erë, apo ka pluhur, çka do kovë që ka, a i qelçi xhami e ndal, nuk e let dëbërtoje. E tha, mës e ban zemrën tënde sikur syngjeri. Çka do ta shtish, do të thith ujë, do të thith llon, do të thith pluhur çdo send. Tha, mës e ban zemrën tone që të thith mëkate, mës e ban zemrën tone të thith dishime, mës e ban zemrën tone të thith haset, uretje, xhelozi, por bën e zemrën tone të qelç, kur të vjen ajo e cila është dyshime dhe gjërat e këqija, e mbushe dhe ngope zemrën tënde me njohurinë e Allahut, me besimin në Allahun, me lutjen ndaj Allahut, me leximin e librit të Allahut, mbushe me zemrat mira që të ndriçon zemra jote. E lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Subhanahu wa Taala ta i ndriçon zemrat tona, na i mbush me iman, na i bën pranver e zemrës tonë, që të kemi iman, të kemi dashuri ndaj Allahut, dashuri ndaj pejgamberit, dashuri ndaj besimtarëve. Falim që Allahu Azza wa Jall na fal. Allahumma amin.